do të shihja me shumë kërshëri edhe duke u tallur se si Marksi dhe Smithi bëhen bashkë. Dhe na thonë të njëjtat teza pavarësisht bindjeve ideologjike. Na thonë kush do i paguaj 4.5 miliard euro, se iku një investimi huaj të cilën nuk e donin, na thonë Marksi. Kush do i paguaj? Do vini të paguani ju, do investoni ju. Na thot Smithi, kush do i paguaj 4 miliard euro investim të huaj, sepse juve ju dua në burg. Argument që nuk mund të ketë lidhje logjike. Cili është emëruesi i përbashkët? Është populizmi. Populizëm që vetëm dëm mund t'i bëj vendit dhe kombit. Nëse do të ishte në një parlament të huaj, do t'a shija me kërshëri e do thosha gjuna a i vend. Do talesha, do qeshja e s'do më dhimte. Në vendin ti më dhemp. Më dhemp teksa shoh parullat që u kujtua sot Partia Demokratike të vendosi, edhe egzaltuar nga heqja non gratës. Më dhemp teksa shoh përfaqësuesit e populizmit alla Smith, të cilët në 30 maj nuk reaguan. Kam vetëm një pyetje. Në 30 maj ku ishit? Në 30 maj pse s'folët? Në 30 maj pse heshtët? Pse nuk folët? Pse nuk folët? Në 30 maj pse nuk folët? Pse nuk flisni ju sot për tregje oligopol që ka ky vend edhe që dëmtojnë këtë vend, të cilat autoriteti konkurencës sa heri ka luftuar e duhet i luftojmë më fort, po flisni kundër investimeve të huaja, pse flisni kundër interesit kombëtar, pse nuk reagoni atëherë kur është për të reaguar, sepse jeni populist, prisni sondazhet. Lexoni sondazhet, qa do në këtë moment të fitojmë ca like e follow më shumë, të krijojmë një kredo politike, atë thoni. S'keni bindje, s'keni din, s'keni iman. Jeni thjesht populist.